është një kualifikim apo një hap i madh drejt kampionatit botnor, mirë po nuk bën të vetkënaqemi edhe të shohemi para. Unë jemi optimist edhe besoj që shansat i kemi, mirë po duhet shumë punë, kemi kohë, kemi deri me datën, me sa dimi luhet me 19 mars, loja e parë luhet atje në Bosnjë. Kemi dikun rreth 4 muaj e gjys, kohë, dhe të shiqojmë që anë ndodhë. Nuk ka qenë një ekip e cila është dashur me u nënçmu. Kështu që po, kemi qenë favorit, i kemi fitu ato 2 lojë dhe jemi përspari herë në këtë fazë kualifikuese për botror. Është një kualifikim apo një hap i madh drejt kampionatit botnor, mirë po nuk bën të vetkënaqemi edhe të shohemi para, të arrijmë edhe ta kalojmë edhe fazën e dytë dhe të kemi fat në shërt në fazën e tretë. Me thonë që kemi pas fat që kemi Bosnën nuk mund ta them, ka qenë opsion edhe Greqia, mirë po prej gjitha këtyre shteteve që kanë mujt me u tërheqë në short, prapë po mendoj që Bosnja është një shtet apo një reprezentacion pak më i dobët se të tjerët. Na gjithmonë jemi optimist edhe besoj që shansat i kemi, mirë po duhet shumë punë, kemi kohë, kemi deri me datën, me sa dimi luhet me 19 mars, loja e parë luhet atje në Bosnjë, edhe mandej është edhe e përparësi që atje do të shohim ku jemi, normal që gjithmonë shohim përfitore. Po jemi përballë edhe njerë në vitin 2023, ku fatkeqësisht të 2 ndeshjet i kemi humbur, por s'do të thotë që janë më të mirë se ne, e jona është që të përgatitemi, kemi dikun rreth 4 muaj e gjys, kohë, dhe të shiqojmë që anë ndodhë. Si që themi ne, topi është i rumbullakët.